Policia e Tiranës ka zbardhur rezultatet e para të hetimeve për incidentet e ndodhura mbrëmjen e së shtunës pranë komisariatit numër 3 kur një grup protestuesish sulmuan godinën e policisë pas përfundimit të tubimit para kryeministrisë. Sipas autoriteteve, deri më tani janë identifikuar 12 persona të dyshuar si pjesëmarrës në ngjarje. Në pranga ka përfunduar 33 vjeçari Erald Heqimaj, ndërsa 7 persona të tjerë po hetojnë në gjendje të lirë. 4 të dyshuar të tjerë janë shpadur në kërkim dhe vijon puna për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Hetimet tregojnë se grupi ju drejtua komisariatet në rrugën Minepeza, ku në ato kohë mbaheshin protestuesit e arrestuar gjatë përplasjes të ndodhura pranë kuvendit. Pjesëmarrësit kërkuan lirimin e tyre, ndërsa situata degradoi me akte dhune ndaj ambienteve të komisariatit. Gjatë përplasjes u hollën gur dhe sende të forta në drejtim të efektiveve dhe godinës së policisë. Si pasojë u dëmtua një punonjës e policie, ndërsa në protestë u konstatuan edhe persona me fytyrë të mbuluar. Të dyshuarit përballen me një sër akuzash, mes tyre thirrje publike për veprime të dhunshme, shkatërrim prone, goditje për shkak të detyrës, kundërshtim të punonjësve të policisë së shtetit, mosbindje ndaj urdhrit të lishëm, prishje të rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullim të palishëm, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve. Ndërkohë, lidhur me protestuesit e arrestuar pas incidenteve pranë kuvendit në dy korrik, gjykata vendosi më herët masa më të lehta sigurie. 12 prej tyre u lanë në detyrim paraqitje, 2 u vendosën në arrest shtëpie, ndërsa për 5 persona nuk u caktua masë sigurie. Hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në sulm ndaj komisariatit vijon.